Në qytetin mbretëtar të Vlorës ka nisur një aksion i përgjithshëm i cili konsiston në rehabilitimin e segmenteve rrugore. Në fokus të këtij aksioni janë të gjitha ato segmente të cilat kanë pësuar dëmtime infrastrukturore për shkaqe të ndryshme, por edhe nga punimet që janë kryer në zonë. Firma të cilat po realizojnë projektin e ujësiosit të Vlorës. Aksion ky që konsiston në mbylljen e gropave dhe rehabilitimin, asfaltimin e pjesëve të dëmtuara të këtyre rrugëve në qytet. Për këtë qëllim, ndërmarrja shërbimeve publike edhe këtë të shtunë ka qenë në punë. Punonjës të kësaj ndërmarrjeje ka nisur në rrugën e Unazës së Madhe të qytetit punën për mbylljen aty të gropave, rehabilitimin dhe asfaltimin e mëparshëm të segmentit rrugor. Fokusi i punës së kësaj të shtune ka qenë pikërisht zona e centrales, në një aks rrugor ku dëmtimet infrastrukturore janë të shumta, edhe për shkak të punimeve për ujësiosin e Vlorës apo punimeve për rrjetin e kanalizimeve të realizuara ndër vite. Siç dallohet edhe nga pamjet, punonjësit e ndërmarrjes së shërbimeve publike kanë nisur që të gryejnë në total asfaltin në pjesët ku konstatohen të dëmtuara. Mbas largimit prej andej të asfaltit të dëmtuar, këto pjesë do të mbushen me cakull. Dhe mbas përfundimit të kësaj pune, aty do të nisë edhe asfaltimi. Do të ndiqet kjo praktik siç mësohet në akset kryesore dhe dytësore të qytetit, të cilat janë dëmtuar nga punime të ndryshme ndër vite, për të reduktuar sadopak amortizimin e rrugëve në qytet, deri në pritje të një projekti tërësor, i cili do të bëjë të mundur rehabilitimin e segmenteve rrugore në total. Ky aksion do të vazhdojë edhe në shumë segmente të tjera rrugore të qytetit. Qëllimi është lehtësimi i qarkullimit rrugor, mbas shumë automjeteve përgjatë lëvizjes së tyre në rrugët e Vlorës përballen me segmente të dëmtuara në infrastrukturë, duke ndikuar më pas në ngadalësim të qarkullimit rrugor dhe në shumë raste trafik të rënduar. Gropat e shumta shpeshherë bëhen edhe burim aksidenti, për shkak se shumë shofer për t'i shmangur dalin në korsinë e kundërt, teksa qëllimi është rehabilitimi i rrugëve për të ndikuar pozitivisht edhe në pakësimin e aksidenteve rrugore.